I pat portalet sot. Ja ta kemi që këtë drita kështu. Nami. O zoti moth. Ema Andrea refuzon Ermal Mamaqin. I thot nuk vi në trajnim. O zot. Pini të dhe fare, ha? Edhe kishtë sa lëzot asakru. Mirja bërë Ema. Bravo, shumë mirja be. A thu se ore që kujtu se propozoha për martesun Emën. Edhe u bë Nami. Mu se kuptoj qa problemi ka se ajo nuk tha që falinderit. U shprej shumë korrekte. Falinderit tha, po kam punë më të rëndësishme se sa të vike trajnimi, shumë rregull. Pas ka zë lër problemi. O Beno! Beni! O Beni! A ke gjiz? A ke gjiz? A të shprish gjiza? Ema nuk vjen trajnim. Okej. Do vi pasaj për gjizën. Dhe po thosha miq, nuk ka asnjë problemi. Pse nuk vjen Ema në trajnim? Se po them, unë Emën nuk e kam shoqër. Ema është një njeri që e njoh dhe është shumë e nderuar, aktore. Nuk disha të them, nuk mund ta komentoj, aq e mirë është, po nuk është se kam prej shoqe që unë bires kam pas shok të ngushtë. Ore shok të ngushtë, të cilët i kam ftu në trajnim dhe nuk kanë ardhur. Këtu po, më ka dhim pak shpirti, po it's up to me, është problemi im. Nuk është një gjë kështu e jashtëzakonshme. Sidoqoftë miq, ju uroj gjithë mirat edhe paqja e Zotit qoftë me ju. Po ne jemi në rregull, sidoqoftë. I love you.